Po, dhe Anila, ju keni qenë edhe organizuese e shumë dhe një mbështetje e madhe, po them kështu për gratë në fushën e teknologjisë. Sa ka ndikuar realisht kjo tek gjeneratat e reja që gratë ta marrin më seriozisht dhe nëse u pëlqen të merren realisht me teknologji? Unë jam goxha e aktivizuar dhe mbështes dhe përmes fondacionit të kompanisë ku unë jam, Orange, këtë si thush sensibilitetin dhe ndërgjegjësimin e vajzave që në gjimnaz që të futen në fushën e inxhinierisë, teknologjisë, të IT-së. Se ka një kështu si thush një disbalancë në pjesëmarrje. Po. Ndërsa në rastin e zonës që thush Shqipërisë apo të Kosovës, unë nuk e shoh shumë problematike këtë, se sa të futesh, domethënë ato fushën që ti mbështesin dhe ti ndihmojmë këtë kategori që janë futur fushës së teknologjisë, që janë jo pakët në numër, por që duan si thush një farë fillimi apo mbështetje në fushën e karrierës, sepse meshkujt e kanë një çiksi më të lehtë për të avancuar në këtë pjesë. Po, dhe pikërisht prandaj edhe të pyeta, por përveç kësaj, Anila, është e rëndësishme besoj e ke përmendur edhe ti që në fëmijëri të nis kjo